Me ishte Zotit vëllezër, do desha të lexoj diçka nga fjala e Perëndisë. Jemi në Veprat e Apostujve, faqja 147. Në Veprat e Apostujve 147, kapitulli 8, dhe po lexoj nga vargu 26. Shohim motra, aleluja, vëllezër, se çfarë Zoti ka përgatitur për ne sot. Dhe një engjëll i Zotit i foli Filipit, duke i thënë: "Ço dhe shko drejt jugut në rrugën që nga Jeruzalemi zbret në Gaza, ajo është e shkret." Ai u ngrit dhe u nis dhe ja një njeri Etiopas e nuk, një zyrtar i lartë i Kandances mbretëreshës të Etiopis, përgjegjësit i gjitha thesareve të saj, i cili kishte ardhur në Jeruzalem për të adhuruar. Tani ai po kthehej dhe i ulur në karrocën e vet lexonte profetin Isaia. Dhe fryma i tha Filipit: "Afrohu dhe arrije atë karrocë." Filipi ju tur afër dhe duke dëgjuar se po lexonte profetin Isaia i tha: "A e kupton atë që lexon?" Ai i tha: "E si do të mund një apospata një që të më udhëzojë?" Pastaj ju lut Filipit të hipë dhe të ulet pranë tij. Por pjesa e shkrimit që ai po lexonte ishte kjo: "Atë e quan si delja në thertore dhe ashtu si qengji është me mec përpara qeftharit, kështu ai nuk e hapi gojën e vet. Në përuljen e tij ju mohua çfarë do lloj drejtësie. Po kush do të mund të përshkruaj brezin e tij, sepse jeta e tij u hoq nga toka." Dhe nuk u ju kthye Filipit dhe tha: "Të lutem, për kë e thot profeti këtë? Për veten e vet apo për ndonjë tjetër?" Atëherë e mori fjalën Filipi dhe, duke filluar nga ky shkrim, i shpalli Jezusin. Dhe ndërsa po vazhdonin në rrugën, arritën në një vend me ujë, dhe nuk u tha: "Ja uji, çfarë më pengon të pagëzohem?" Dhe Filipi i tha: "Nëse ti beson me gjithë zemër, mund ta bësh." Dhe ai u përgjigj duke thënë: "Unë besoj se Jezu Krishti është biri i Perëndisë." Urdhroi atëherë të ndalet karroca dhe të dy Filipi dhe nuk u zbritën në ujë dhe ai e pagëzoi. Kur dolën nga uji, fryma e Zotit e rëmbeu Filipin dhe nuk e pa më, por e vazhdoi rrugën e tij me plot gëzim. Por Filipi u gjet në Azot dhe duke vazhduar u ngjillizoi të gjitha qytetet derisa arriti në Cesare. Amin. E falenderojmë Perëndinën, motra, vëllezër, aleluja, për fjalën që Zoti na jep të gjithëve. Fjala, motra dhe vëllezër, aleluja, është vërtet ushqimi ynë që na rrit, motra dhe vëllezër, aleluja, na bën të shohim, na bën të kuptojmë veprën e madhe të Perëndisë për çdo njerin që Zoti e ka thirrur. E falenderojmë Zotin. Them, motra dhe vëllezër, për çdo njerin që Zoti e ka thirrur, sepse Zoti me të gjithë ata që i ka thirrur ka një vepër. Është një vepër, motra dhe vëllezër, aleluja, shpëtimi. Sepse dashuria e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja, ishte dhe është që çdo shpirt të dëgjojë për veprën e Perëndisë dhe të shpëtohet. Ky është qëllimi, motra dhe vëllezër, aleluja, që të shpëtohet njeriu. Dhe ne për këtë jemi thirrur, motra dhe vëllezër, aleluja, që çdo njeri prej nesh të jetë i gatshëm për të shërbyer për shpëtimin e njerëzve. Dhe për këtë Zoti na thirri, na mbushi me frymë të shenjtë dhe na dha dhunti, motra dhe vëllezër, aleluja. Që ne të jemi
dritë në këtë botë, që ne të jemi kripa e tokës. Nuk na mblodhi motra dhe vlezër, aleluja, jashtë botës, në një vend ku do të presim që Zoti të vijë të na marrë. Por tha, ju dërgoj si delet në mes të uqërve, tha. Kjo është vepra e Zotit, motra dhe vlezër, aleluja, ju dërgoj si delet. E falenderojmë Zotin. Me atë shembull, motra dhe vlezër, aleluja, që na dërgoi Perëndia me Jezus Krishtin, që thotë profeti Isaia, shkoi si delja, thotë, tek qethari dhe nuk e hapi gojen. Për çfarë do lloj gjeje, motra dhe vlezër, aleluja, që i thonin. E falenderojmë Perëndinë dhe shpeshherë mendojmë, motra dhe vlezër, që do të shkoj, do të flas, do të ju them njerëzve, do të bëj këtë. Ky është vullneti ynë njerëzor, motra dhe vlezër, aleluja. Duhet që Perëndia të na dërgojë. Sepse Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, aty ku do të na dërgojë, bën vepër të madhe. Aty ku shkojmë ne, motra dhe vlezër, aleluja, me dëshirën tonë, nuk mundet. Dhe ne lodhemi shpejt. Kurse aty ku të dërgon Zoti, Zoti bën një vepër të madhe, një vepër të fuqishme. Dhe lavdërojmë Perëndinë. Një engjëll, thotë, i foli Filipit, motra dhe vlezër, aleluja. Filipi ishte gjatë tërë kohës në lutje, thotë. Dhe Zoti i foli. Bitë e Perëndis janë gjithmonë, motra dhe vlezër, të gatshëm, që në momentin që Zoti do t'ju flasë, të veprojnë. Por nuk shkojnë, motra dhe vlezër, aleluja, vetëm. Vjen ora që Zoti ka përgatitur që të veprojë. Me të gjitha ata që janë gati për t'i shërbyer Perëndisë. Zoti vërtet, motra dhe vlezër, ju shpaq Jozefit, që në moshë të vogël. Dhe i foli Zoti, motra dhe vlezër, me atë çka pa. Dhe i foli për atë çka do të ndodhë. Por, thotë, fjala e Perëndisë, kaluan, motra dhe vlezër, vite në një vështirësi të madhe për Jozefin, derisa erdhi ora, motra dhe vlezër, aleluja, që Zoti ta përdorë. Të gjithë e dimë se çfarë vegimi i dha Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, dhe se si vepruan vlezrit me ta, se si e shitën dhe se si ai shërbeu, motra dhe vlezër, në Potifari, aleluja, e falenderojmë Perëndinë, dhe aty përsëri, motra dhe vlezër, aleluja, u provua dhe në burg, akoma më keq, motra dhe vlezër, aleluja, në burg, me vite, nuk ishin ditë, ishin vite, motra dhe vlezër, aleluja, lavdi emrit të shenjtë. Dhe kur mendon se boll me kaq, tani jam gati të dal sepse nuk kam asnjë gjë. Nuk kam bërë asnjë gjë të keqe. I sjell, thot motra dhe vlezër, në burg njerëz të faraonit, dhe ai ju shprehet atyre dhe thot, kur të dilni, folini për mua, mbreti, dhe thojni që jam këtu i ri dhe kot, por i këtu, s'kam bërë asnjë gjë të keqe. Por Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, thot, pasi i tha ati dhe u realizuan të gjitha ato që ju kishte thënë Jozefi, nuk dua të zgjatem në ato, motra dhe vlezër, se çfarë tha? Ai thot, u harrua përsëri.
Nuk doli motra dhe vlezër, aleluja, por mbeti në burg. Sepse s'kishte ardhur ora e Zotit për të vepruar. Duhet akoma, tha Zoti, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe ai priste atje, në vështirësi, në probleme, në burg, motra dhe vlezër, me njerëz nga më të ndryshmit në burg. Dhe kur vjen ora e Zotit, vlezër, aleluja, nga burgu, motra dhe vlezër, aleluja, në mbret. Brënda ditës, motra dhe vlezër, në mëngjes në burg, më drekë mbret, motra dhe vlezër, aleluja, që do të qeveriste gjithë Egjiptin. E falenderojmë Perëndin. Ka një orë, Zoti, motra dhe vlezër, aleluja. Shpeshherë ne themi, po kur, po dhe sa, po edhe sa do pres, po kjo është, lejohet, mundet të ndodhin të tilla gjëra. Po motra dhe vlezër, aleluja, derisa të vijë ora e Zotit, që Zoti të na përdor fuqishëm. Por ne do të qëndrojmë besnik në këto vështirësi, në këto probleme, sepse Zoti është besnik në atë që të ka premtuar, motra ime, vlla im, aleluja. Dhe ai do ta realizojë atë çka ka premtuar. Kush mund ta pengojë dorën e Zotit, motra dhe vlezër? Lavdi emrit të shenjtë. Por duhet të vijë ora. Dhe këtu, motra dhe vlezër, Filipi thot ishte në lutje. Dhe vjen ora, për kë? Për një shpirt, motra dhe vlezër, aleluja, që ishte gati të pranonte Zotin. Kishte shkuar, thot, nga Etiopia në Jeruzalem për të adhuruar Perëndinë. Dhe zemra e këtij, thot, ishte gati për të pranuar Jezu Krishtin. Këtë vepër, motra dhe vlezër, aleluja, nuk e bëri Filipi. Këtë vepër e bëri Perëndia. Përgatiti zemrën e Enukut, thotë, dhe përdori Filipin në orën e dur, në kohën e dur, motra dhe vlezër, aleluja, që ai të çlirohej. Angjëlli i foli Filipit, motra dhe vlezër, lavdi emrit të shenjtë. Qo dhe shko drejt jugut në rrugën që nga Jeruzalemi zbret në Gaza, ajo është e shkretë. Angjëlli i foli Filipit. Mundet, motra dhe vlezër, të vijë një angjëll të na flasë. Mundet, motra dhe vlezër, Zoti të vijë dhe të na çfaqet. Zoti thot, do t'ju çfaqet të gjithë atyre që e duan Perëndinë, motra dhe vlezër. E falenderojmë Zotin. Dhe angjëlli i Zotit ju çfaq Filipit për një vepër që është kaq shumë e rëndësishme, motra dhe vlezër, aleluja. Kush? Shpëtimi i shpirtit të një njeriu. Për këtë, motra dhe vlezër, aleluja, janë thirrur bijtë e Perëndisë. Për një shpirt. E falenderojmë Zotin. Po ku ta shikojmë, vlla, një shpirt ne, si ta gjejmë ne, motra dhe vlezër, aleluja, në këtë botë? Dhe Zoti ju tha, dishepujve, mos harroni, motra dhe vlezër, aleluja. Do dhe 4 muaj, tha, që të korret. Dhe ju e dini që do dhe 4 muaj që të korret. Kjo që shohim. Unë po ju them, ngrini kokën lart. Dhe shikoni lart, të korrat janë gati. Janë plot. Ai që shikon lart, thot motra dhe vlezër, aleluja, shikon atë për të cilën Zoti e ka thirrur, veprën e Perëndisë. Ai që ngre kokën lart, motra dhe vlezëra, ngrini kokat lart, thot, dhe shikoni, thot, të korrat e Perëndisë. Zoti, motra dhe vlezër, do të na tregojë, do të na drejtojë në të korrat e veta. Po të shohim ne, motra dhe vlezër, do dhe 4 muaj, shpejt është akoma. Po të shohim lart, drejt qiellit, vlezër, Zoti do të na drejtojë në një shpirt që ka nevojë, i përgatitur,
S'ka nevoj ta përgatitim ne, motra dhe vlezër, aleluja. E ka përgatitur Zoti i gatshëm, thot fjala e Perëndis, për të pranuar Zotin, i gatshëm. Shko në Gaza. Atje është vepra që Zoti do të bëj me një shpirt, me ty. Jemi thirrur, motra dhe vlezër, që Zoti të punojë me ne. Dhe lutja jonë, motra dhe vlezër, aleluja, që t'i drejtohet Perëndis, si bi të Perëndisë, nuk është, motra dhe vlezër, aleluja, Zot, plotëso më këta, shiko më fëmijët, bukë Zot, punë Zot, gjitha këto, Zoti thot do t'ju jepen shtesë. Nuk është kjo kërkesa e bijve të Perëndisë, vlezër, aleluja. Kërkesa e bijve të Perëndisë është Zot, përdor më për lavdin tënde. Për këtë jemi thirrur, vlezër, lavdi e emrit të Zotit tonë. Përdor më, Zot, për lavdin tënde. Zoti thot, motra dhe vlezër, të gjitha nevojat që ju keni, i di Zoti. S'ka nevojë, motra dhe vlezër, që ne të mbetemi gjithmonë në lutje për të njëjtat gjëra. Sepse ky është momenti, motra dhe vlezër, që kisha fle. Duke pritur, dua këtë, motra dhe vlezër, dhe ne Zotit i kërkojmë gjërat që janë plotësuese. Jo gjërat kryesore, kërkoni mbretërinë e Perëndisë, thot Zoti. Vullneti i Perëndisë të bëhet në ne, motra dhe vlezër, aleluja, si në qiell dhe mbi dhe. Në lutjen që ju drejtua Jezus Krishti apostujve. E falet. Për këtë jemi thirrur. Gjitha të tjera do të na jepen nga Perëndia. I di Zoti problemet tënde dhe timet. Por duke na përdorur Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, të gjitha të tjera do të na i japë Zoti. Duke na përdorur për veprën e Tij, ai do të na plotësojë ne, motra dhe vlezër, aleluja, nevojat tona. Kur ne jemi në punë, kur ne punojmë për të, motra dhe vlezër, aleluja, do t'ju jepen të gjitha shtesët. Por preokupimi ynë është të punoj për Zotin. Më ka thirrur Zoti, motra dhe vlezër. Zot, cila është detyra ime, Zot? Cila është puna ime, Zot, aleluja, të lavdëroj emrin tënd, Zot. Më jep, Zot, një dele që unë t'i flas për gjërat e mëdha, për dashurinë tënde, Zot. Ma jep ti, Zot. Dhe Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, shpeshherë dërgon në ne, dhe ne nuk jemi, motra dhe vlezër, aleluja, të gatshëm për punë. Zoti dërgon, motra dhe vlezër, aleluja, delet e Tij, dhe ne nuk flasim, motra dhe vlezër, aleluja, e falenderojmë Perëndinë. Dhe kjo është përgjumja, vlezër, dhe shko si thotë në fjalën e Perëndisë, për përgjumjen. Për këtë kishë, motra dhe vlezër, aleluja, angjëlli të kishës në Laodice shkruaj, thotë Ameni, dëshmitari besnik dhe i vërtet, fillimi i krijesës së Perëndisë. Unë i njoh veprat e tua, që ti nuk je as i ftohtë dhe as i ngrohtë. Do doja ti ishe i ftohtë ose i ngrohtë, por mbasi je kështu i vakët, dhe as i ftohtë dhe as i ngrohtë, unë do të vjell nga goja ime. Sepse ti thua, unë jam i pasur. Dhe s'kam nevojë për asgjë. Dhe nuk e di se je një qyqar, mjeran, i varfër, i verbër dhe i zhveshur. Të këshilloj të blesh nga unë artë të kulluar në zjarë që të bëhesh i pasur. Dhe petka të bardhë të vishesh dhe të mos duket turpi i lakurishësisë sate. Dhe vajosi sytë e tu me kolir që të shohësh.
mirë jam unë, të tëra punët më vënë mirë, në Zot jam, çfarë të kërkoj më tepër? Dhe i kam siguruar, motra dhe vlezër, të gjitha gjërat, s'kam asnjë lloj shqetësimi. Dhe Zoti thotë, motra dhe vlezër, aleluja, as i ftohtë dhe as i ngrohtë. Nuk je i zellshëm për të punuar për atë çka Zoti të thirrri. Nuk mjafton, motra dhe vlezër, aleluja, të vimë dhe të qëndrojmë në kishë, të dëgjojmë, motra dhe vlezër, predikimin dhe kaq. Jo, motra dhe vlezër, aleluja. E mbledhura në bashkësi do të thotë, motra dhe vlezër, që ne ditë për ditë të shinjtërohemi nëpërmjet dhuntive që Zoti i ka dhënë kishës, nëpërmjet frymës të shenjtë. Por puna jonë, motra dhe vlezër, aleluja, mbas kishës është të shpëtohet një shpirt. Erdhi Jezus Krishti nga qielli të shpëtohet një shpirt, motra dhe vlezër, aleluja. Këtë ushqim që kam unë ju nuk e njihni, tha Jezus Krishti. Cili është ushqimi, motra dhe vlezër, i Jezus Krishtit? Dishepujt thanë, mos i solli dikush për të ngrënë diçka tjetër këtij. Por ushqimi, motra dhe vlezër, ishte, aleluja, t'i fliste një njeriu dhe të merrte shpëtimin. Dhe kjo ishte gati, motra dhe vlezër, aleluja, një shpirt i gatshëm për të pranuar Zotin. E shoh, Zot, që je një profet, si mundet të flasësh për gjërat e mia, gjërat që vetëm unë i di? Dhe zemra e saj rrihte, motra dhe vlezër, aleluja. Mos je ti ai që presim? Shikoni çfarë gjendje ishte zemra e këtij njeriu, motra dhe vlezër, aleluja. I gatshëm, mos je ti ai që presim? Dele, motra dhe vlezër, lavdi e emrit të shenjtë. Dhe Zoti, e falenderojmë Perëndinë, edhe asaj i dha atë çka donte, motra dhe vlezër, aleluja. Ejani të shihni, tha ajo, se kush është ai që më foli të gjitha të fshehtat e zemrës time. Mos është ai që presim. Dhe u çlirua, motra, lavdi e emrit të shenjtë. Dhe shkoi dhe lajmëroi të gjithë njerëzit e saj, të gjithë njerëzit e qytetit të saj, ejani të shihni çfarë ndodhi në mua, në jetën time. Dikush më foli gjërat që i di vetëm unë. Ky është shpirti, motra dhe vlezër, aleluja, që pret. Ky është shpirti që ka nevojë, motra dhe vlezër, aleluja, në këtë botë. Dhe shpirti që ka nevojë në këtë botë, motra dhe vlezër, janë të gjithë ata që nuk e kanë njohur Perëndinë. Që lëngojnë, motra dhe vlezër, në këtë botë, që kalojnë vështirë, që djalli i ka goditur në të gjitha gjërat, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe ai pret që ti dhe unë të vëmë, motra dhe vlezër, dhe ta ngushëllojmë. Të vëmë dhe ta mjekojmë plagën e tij, aleluja. Ta mbulojmë, motra dhe vlezër, aleluja, dhe ta shpijem në anxhiu. Lavdi e emrit të shenjtë. Ishte edhe një prift, thot, që kaloi atje. Por ai nuk qëndroi, thot, motra dhe vlezër, aleluja, që më duhet mua. Ishte edhe një levit që predikonte fjalën e Perëndisë, thot, motra dhe vlezër, aleluja. Kaloi në anën tjetër dhe s'ju afrua. Kurse ky samaritan, që nuk kishte, motra dhe vlezër, aleluja, tabelë, unë jam prift, unë jam levit, se kishte këte, por një samaritan, motra dhe vlezër, që nga njerëzit nuk përfile. A i thot pati dhe mshuri. Dhe ju afrua dhe i mjekoi. Dhe ju afrua, motra dhe vlezër, aleluja, zbriti, edhe a i kishte punë. Edhe a i kishte punë, motra dhe vlezër, për ku ishte nisur. Por që droi tek ai që kishte nevojë. E mori e odhi në gomarin e tij, dhe e shpuri në anxhiu. Lavdi e emrit të shenjtë. Për këtë, motra dhe vlezër, ka nevojë sot për jashta. Për një samaritan që t'i gjendet dikujt pranë, motra dhe vlezër. Dhe kjo është arsyeja përse Zoti na ka thirrur ne këtu. Që të na përdorë, do përdorë Zoti, atë që i kërkon Zot, përdormë
për lavdin tënde. Më jep një shpirt sot, Zot, të flas për ty. Kjo është ajo për të cilën unë jam, qëndroj. Nuk jam dhe qëndroj, motra dhe vlezër, aleluja, për të vajtur në punë, për të bërë punën time, për të parë jetën time. I krishteri është thirrur për të bërë vullnetin e Perëndisë. Edhe Pietri, motra dhe vlezër, aleluja, me varkën e tij mbante shtëpinë e tij me bukë. Por kur e thiri Zoti, la gjithçka dhe ndoqi Jezus Krishtin. Dhe nuk i mungoi buka, motra dhe vlezër, aleluja, në shtëpi. La çdo gjë dhe ndoqi Jezus Krishtin. Apostulli Paul, motra dhe vlezër, lavdi e emrit të shenjtë. La çdo gjë. I krishteri le çdo gjë për t'i pëlqyer atij që e thirri. Që të bëhet vullneti i Perëndisë. Për këtë na mban Zoti edhe pak, motra dhe vlezër, aleluja. Që të shpëtohet një shpirt. Që ne të vim në vete. Që ne të thresim, Zot, ja ku jam, shërbëtori yt, shërbëtoria jote, përdor-më për lavdin tënde. Dhe këtë zemër do ta përdorë Zoti, motra dhe vlezër, aleluja. Nuk na është dhënë fryma e shenjtë, motra dhe vlezër, që të rrim të presim rrëmbimin e kishës. E mora frymën e shenjtë, tani jam pjesë e një bashkësie, do të presim çfarë prisni? Të vijë Zoti. Jo, motra dhe vlezër, na thirri Zoti në punë. Që derisa të vijë ai, të shpëtohen shpirtra, njerëzit të dëgjojnë fjalën e Perëndisë. Për këtë jemi thirrur. Kjo është puna jonë sot, motra dhe vlezër, aleluja. Jo të presim, është përgjumje e pritura. Nuk mund të veprojmë kur jemi në një përgjumje të tillë. Sepse jemi as të ftohtë dhe as të ngrohtë në kishë, por në përgjumë, motra dhe vlezër, aleluja. Nuk i pëlqen Zotit kjo gjendje. Eja tek unë, thot Zoti, të marrësh kolir të shohësh. Për sytë e tu, nuk po sheh. U venite, thot Zoti. Eja tek unë, që do thot kjo marrëdhënie me Perëndin, të mos ndërpritet kurrë, motra dhe vlezër, aleluja. Në çdo situatë që të jesh. Sepse Zoti e lejon që të përdorë kur të vi ora e Zotit. Lavdi e emrit të shenjtë. Kur ti jesh gati, Zoti të përdorë. U ngrit dhe u nis dhe ja një njeri Etiopa, se nuk një zyrtar i lartë i Kandaces mbretëreshës të Etiopisë, përgjegjës i të gjitha thesareve të saj, i cili kishte ardhur në Jeruzalem për të adhuruar. Një njeri, thot motra dhe vlezër, aleluja, shumë i rëndësishëm. Një njeri, motra dhe vlezër, aleluja, që kishte marrë rrugë të gjatë nga Etiopia për në Jeruzalem, që të vinte të adhuronte Perëndinë, por nuk dinte, motra dhe vlezër, se si. Çfarë duhej bërë? Nuk dinte, kishte bërë aq sa i thoshte profeti Isaia. Profeti Isaia i tregonte që e quan si delja në thertore. Dhe ai nuk dinte, motra dhe vlezër, aleluja, çfarë ishte kjo. Derisa kush fryma e Perëndisë do t'ja shpjegonte kush ishte, motra dhe vlezër, aleluja, qengji. Dhe fryma e Perëndisë, duke parë zelin e këtij njeriu, e përdori Filipin, motra dhe vlezër, në kohën e dur për të pranuar Jezus Krishtin. Ishte ora e Enukut, motra dhe vlezër, aleluja. Pasi i shpjegoi, motra dhe vlezër, aleluja, Filipi, se për kë bëi fjalë, lavdi e emrit të shenjtë. Ai ishte i entuziazmuar. Ja uji, çfarë më pengon të pagëzohem, të bëj vullnetin e Perëndisë? Lavdi Zotit, motra dhe vlezër, aleluja. Shkoj çfarë gjendje ishte zemra e tij, motra dhe vlezër. I gatshëm për të bërë gjithçka që duhet të bëj. Nëse ti beson, mundet, i tha Filipi. Unë besoj që Jezus Krishti është biri i Perëndisë.
zbritën, thot motra dhe vlezër, nga karoca. Nuji motra dhe vlezër dhe Filipi e pakëzoi. U bë vullneti i Perëndisë. Lavdi Zotit motra dhe vlezër. Dhe në zemrën e tij thot kishte gëzim. Pse? Sepse njohu Krishtin. E mori rrugën, thot motra dhe vlezër, me gëzim. Lavdi e emrit të Shenjtë. Vepër e Perëndisë. I gatshëm një shpirt që ka nevojë për ty. Kërkoj Zotit, motra ime, vlla im, aleluja, cila është detyra ime, Zot? Çfarë të bëj, Zot, për ty sot? Më përdor, Zot, sepse nesër, vlezër, nuk ka kohë. Nesër nuk mundet, motra dhe vlezër, aleluja, do jemi si ato virgjereshat që nuk do mundesh nesër. Sot je thirrur të qëndrosh zgjuar për të shërbyer Zotit tënd. Nesër nuk do ketë më vaj në kandelin tuaj, thot. Dhe nuk do hynë dot, motra dhe vlezër, aleluja. Nuk do hynë dot në dasmën e qengjit. E kuptoni sa e rëndësishme është, jam thirrur për të shërbyer, për të punuar, motra dhe vlezër, për veprën e Perëndisë. Jo për të pritur, por për të punuar për atë që më thiri, ashtu siç Zoti na tregon në shembull, motra dhe vlezër, të një ushtari i thirrur në një detyrë. Ai do të lërë gjithçka dhe do të bëjë vullnetin e atij që e thirri ushtar. E falenderojmë Perëndin. Nuk merret me pura të tjera, nuk merret me probleme të tjera, me familjen, me punën që kishte. I la të gjitha dhe është thirrur ushtar. Dhe ne jemi thirrur, motra dhe vlezër, aleluja, ushtar të Jezus Krishtit, të shërbejmë në këtë vepër, lavdi emrit të Shenjtë. Jo të presim, nuk kemi, motra dhe vlezër, çfarë të presim. Ne çdo ditë duhet të jemi në punën që Zoti na ka thirrur të gjithë. Amin. Zoti ta bekoj këtë fjalë, vlezër. Amin.